Është një mendim Nuk ka që gjos. kjo ndodh për shkak se ne jemi peng i Serbisë. Kjo është... Pra, për shkak se gjithçka sillet rreth Serbisë, rreth kontestit madh me Serbi, etj, pra raportet tona me Perëndimin, pra qytetërisht, për herë të parë tash pengesë është Serbia, për shkak se ne kena filluar po alatët, si më thon, si do ndërmjetësa jo neutral, po që janë që po jamojnë anën Serbisë etj. Që në fundit, pra krejt strumbullari i kësaj është Serbia, është kontesti jonë me Serbinë, që s'po na lën neve me marr frymë, as me mujt me bë diçka për ekonominë, për energjinë, për arsimin, për gjithçka. Kjo është pjesë e bindjeve të mia që muin me u quajt doktrinare. Unë mendoj që Kosova ka rshit edhe në këtë aspekt, ka rshit në një pozitë e cila është kurth. Jemi në kurth, me ose pa vetdije. Nuk që s'po jalo fajin as kujt. Amo, nësot e kemi situatën kësaj. Janë 5 vende mosnjohëse, Bashkimit Evropian, 4 prej tyre janë NATO, që në pengesë serioze që na me avancu në 2 integrimet, edhe ata thojnë, nëse ju njeh Serbia, ju njohim edhe na. Me përkthy. Kjo nën kupton që Serbia s'na njeh kurrë. Pse me na njoft, nëse njohja Serbisë kish me sjell edhe njohje tjera dhe integrimin NATO në dy. Kjo është kurth. Kjo është kurth në cilin këtu, hajde po supozojmë që këtu nuk kemi rshit me vullnetin tonë ose me mosdijen tonë. Ne kanë marrë atë vendim ato vende. Po ka kurthe tjera. Ne jemi tu e lidh sigurinë tonë dhe investimet e huaja për cilat fola më përpara, për shkak se krit kohën edhe vetë e paraqesim Serbinë si një agresor potencial, tu e pas NATO-n këtu. Edhe narracioni është i gabueshëm. Na lidhim zhvillimin marrëdhënie ndërkombëtare me Serbinë, energjinë me Serbinë, këtë kemi ditë. Doktrina e Kosovës duhet me qenë tepër poster edhe krejt ndryshe. Edhe jam të thonë për herë të parë në studio të ju. Kosova duhet me marrë vendim. Nuk don me na njoft Serbia. Jo me marrë vendim na, po të unis prej faktit që Serbia thotë nuk du me të njoft, na du me i marrë do vendime. Vendimet tona du me qenë, na dojmë mu zhvillu pavarësisht që Serbia nuk na nje, edhe me i thonë Serbis mos na nje. Të lutem mos na nje. Se nuk mujmë na me met peng i këtij raporti me Serbin, tash mo vetëm për një qerek shekulli e ma shumë, e nashta me vazhdu edhe një qerek shekulli tjetër. Kosova duhet me u kthy ka zhvillimi ekonomik, socioekonomik. Duhet me zhvillu arsimin shpejt, se jemi të hynë kohën e inteligjencës artificiale. Kjo është ma afat gjatë. Duhet me i hap kit ventilat e zhvillimit ekonomik. Duhet me pas marrëdhënie serioze bilaterale, drejt për drejta, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sot jetë e mundshme me gjitha shtetet e NATO-s që e garantojnë atë sigurinë për cilën fola për investimet huaja. Duhet me mobilizu diasporën, inteligjencën që e kemi këtu, inteligjencën që e kemi jashtë. Nuk po flas për agjenci inteligjente, po për inteligencin thuhet ma postër ashtu. Gjithçka duhet me e vënë në shërbim të zhvillimit pa njohje të Serbisë. Ka shtete që e kanë bu. Bile i kanë pas këtë vendet fqinje armike me edhe me armë. Izraeli është një prej tyre. Ata kanë vendos. Nuk po na intereson ana njeh Serbia mo. Na po i kryjm do punë tona. Dojmë me kry punë tona. Edhe duhet me u shndrru në doktrinën në Kosovë. Jo me i ik dialogut. Nuk i ikim dialogut. Por i kryjm detyrat e shtëpisë, e forcojmë demokracinë, sundimin e ligjit, ekonominë, sigurinë. Edhe jam i bindun që gjasat që Serbia najherë ka me na njoft, kanë me urrit nëse njohja prej Serbisë nuk ka me na u desht. Përderisa na e lypim krejt kohën, ne jemi të vënu vetën në pozit inferiore edhe të u anku. Serbia na boni kështu, Serbia na boni kështu, Selbia. Hajde të zhvillohen vetë. Kemi mundësi me rritë sigurinë, ekonominë, arsimin, shëndetësinë, lidhjet tona tash doktrinare me Shqipninë, që e kemi që aty. Jo me majtë mbledhje false të qeverisë, veç për me dalin fotografi, po me i vendos bazat doktrinare të zhvillimit. Hajde për ndërtojmë Hekurudhen. Qa po mani mbledhje të qeverisë pa lidhje me dalin fotografi. Ndërtoj Hekurudhen s'ki nevojë për kurgjohë me majtë mbledhje. Vnoj raportet e sigurisë. Po i vnojmë në raportet e sigurisë 2 syve, që i kanë vendet anglosaksone 5 syve, që nuk guxojnë mi prej kërkush njëri tjetrin pa u konë 2 bashkë. Kemi mundësi me dalë prej këtij kurthi. Kemi mundësi.
Nëse na kemi me rrit demokracinë, kemi me i majtë premtimet që i më qërë, kur gjohë Serbis nuk i kemë premtu. Serbis nuk i kemë premtu diçka na. Asë në Rambuje, asë në Vjen, asë në Bruxelles. Nuk i kemë premtu Serbis, i kemë premtu bashkësisë ndërkombëtare. Për ato Amerikës edhe Evropës. që i ka bëvë. Edhe ata duhet me i thirrë dhe me i thonë, na premtime nda ju shimajmë. Premtime me Serbinë nuk kemi, këtë çka ju kemë premtu juve kemi bo. Komplet, amo na po dojmë mu zhvillu të shkputun prej faktit se a na njeh, a nuk na njeh Serbia. Shiko, që të thonë, e di që është doktrinare, e di që është ndrimi madh. Po, që po i pyston, 27 vjet u bon mas luftës. 27 vjet prej sot unë kom me i pas 80 vjet. S'këm më kohën mu në politikë. Po fëmijët e me kanë me qenë mosh temen. Apo dojmë një leon edhe atyne që to të lashe? Apo dojmë me stagnu, nashta jo me një leon që to të lashe, po ka ikin kretë. Se na jemi ngull në këtë far paradigme këtë gabushme, këtë botës mi u anku për Serbinë, edhe praktikisht me evnu vetën peng njohjes për Serbisë. Edhe raportet e mbrapshme, edhe me Shqipnin, edhe mrana, jenë të tensionume për shkak Serbisë, për shkak se këtë këtu është, si me thonë, Rama është pak me Serbi, aj me Serbi, pra gjithë shka lidhët të rrath kësaj temë. E kemi kompliku jetën tonë. Nëse unë kisha me qeveris me Kosovën, pjesa parë kish me qenë ndërtimi i doktrinës me u zhvillu shpejt, fuqishëm, pavarësisht ana një Serbia ajo. Mos mi lidhë kur farë zhvillimi në Kosovë me ato sa donë Serbia me na njofta jo. Se jemi bo peng. Kjo atëherë zbërthehet në gjithë shka tjetër. Zbërthehet marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk shkojmë me i thonë Slovakisna apo na nje masit na nje Serbia. Jo, mëre. Jemi vend i zhvillum, muj me bo biznes. Sot ka kompani slovake që punojnë në Kosovë. Aulona Gjakov prodhon për kompanit mëdha. Prodhon kablët Volvo-se të kompanive tjera që janë me Slovakinë, edhe kur ki kësi lidhje biznesore, kur je zhvillu, e ki ma letë dhe më shku me thonë, Serbia nuk do me më njoftë, po unë jam shtetë sovran edhe i pavarë. Jam të funksionu si i tilë. 80% e vendeve të Evropës më kanë njoftë, më kanë njoftë Gjermania, këtë fqitë të më kanë njoftë, qakiti, që s'po mje, jo me gjutë poshtër. Arber Gjaferi pa dhoni intervjis për neve, një 2 ditë para se mu shpall pavarësia, tha pavarësia e Kosovës ka kuptim ku shteti i Kosovës është i zhvillum edhe i drejt për krejt qytetarët e vetë. Absolutisht. Shto muj me bo. Pra, Arber Gjaferi ka intervjist që u botu në me 17 shkurt në Gazetin Ekspres. Me Arber Gjaferi në kom pas mitësit jashtëzakonshme, po që këto që nuk e kom ni, pa ja atriboj ati. Ka në fakt ma bukur se sa thashun, e ka thonaj, po pa ka shumë. Arber Gjaferi ka qenë një ndërmendjet politike ma të ndretshme të kombit shqiptar, jo veç Kosovës të kombit shqiptar. Po ja atriboj sonte, duhemi me zhvillu shtet të mirëfillt, duhemi me zhvillu ekonomi. Po mi dhonë kuptim pavarësis. Mi dhonë kuptim pavarësis. Edhe pakicat duhen me i gëzu drejtat e vetat plota, të plota. Nëse mrim me e bo qëto që ka po thomun, unë nuk ka me na u desht njohja prej Serbis, edhe kur nuk na duhet, ka me pas nevoj për me na njoftë. Po nuk guxojmë me lidhë mo eksistencën tonë si shtet me njohin prej Serbis. Është ndrim doktrinar, e di, nuk o thonë ma përpara, po du me e thonë sonte. Kjo është orientimi im, e di që shbohet. Po shpresoj që qytetarët e Kosovës kanë me kuptu që tu ku jemi të shku është tren i gabum. Nuk kem nevoj me e gjyku kërkon. Nuk kem nevoj kërkon me e linqu. Veç me kuptu. Veç me kuptu që këtë drejtim është i gabushëm edhe për ekonomi, edhe për arsim, edhe për shëndetësi, edhe për pensionista, edhe për tri, për gjithë shka është i gabum, pavarësisht që njerëz kanë nevoj me i marrë 100 euro, edhe njëherë kur mos të harrojnë ata që dojnë me më kuptu. Dhuratat e njëhershme nuk ju hekin vërfnin, as nuk ju hekin pasigurin, as nuk ju hekin pezmin, as paknarsin. Keni më gëzu 2 ditë.